Mbyllet protesta e 42 dhe sot hapet e 43 kundër Ramës. Aktivistët 4 milion eurot për koncertin do t'i çojmë në Spa. Revolta vazhdon para parlamentit edhe në datën 23 korrik. Vazhdojmë me situatën dhe protestat në Shqipëri. Është mbyllur mbrëm orët e vona të mbrëmjes protesta në parqytetare dhe sot do të hapet në ditën e 43 të saj. Qytetarët ishin më të shumt, megjithë organizimin e mirëfillt në diasporën një javë më parë, nuk pati qytetarët dolën edhe për të shprehur revoltën ndaj koncertit të Kanye West, që u zhvillua në stadiumin improvisuar në Kashar, ku qeveria dha së fundi 4.2 milion euro nga fondi emergjent i buxhetit. Megjithatë, në koncert numri i pjesëmarrësve ishte masiv. Do të mbahet sot pra këtë të diel protesta e 43 të qytetarëve kundër qeverisë së Edi Ramës. Edhe sot grumullimi i protestuesve do nis nga sheshi Skënderbej, më pas do të marshohet drejt bulevardit Dëshmorët të Kombit. Qytetarët janë vendosur në qendresën e tyre kundër kryeministrit, ndërsa çdo ditë artikulojnë shqetësimet e tyre sociale. Grumullimi fillon zakonisht nga sheshi Skënderbej në orën 19, ku qytetarët të shumë shprehin shqetësime dhe pakënaqësitë e tyre. Përpara kryeministrisë, folës të ndryshëm u shprehen mbi një pikë të përbashkët të panegociueshme dorëheqjen e Ramës dhe paremëruan se do të çojnë në SPAK 4 milion euro që Rama dha për koncertin e Kanye West. Pak orë para koncertit 4 milion euro të Kanye West, kryeministri Rama vendosi t'i bëjë artistit një dhuratë simbolike në ambientet e kryeministrisë. Ai priti raperin amerikan dhe i dorëzoi librin The Albanian Fight në një formë provokimi, botim që prej javësh ndodhet në qendër debatit politik protestave. Një dhuratë jo rastësore që përmbledh qindra projekte zhvillimi në Shqipëri mes tyre dhe investime që kanë nxitur protesta si ai në Zvonec. Takimi u publikua nga vetë Rama përmes një fotoje në Facebook, postimin e kreut qeverisë e shoqëroi me një këngë të Kanye West me simbolin e 5 yjeve. Mëtej pat filluar edhe marshimi në rrugët të Tiranës pas më shumë se 2 orë fjalime. Qytetarët ndaluan para parlamentit, ku paremëruan një tjetër protestë, seancën e fundit plenare të 23 korrikut. Marshimi dhe protesta u mbyll përpara kryeministrisë.